I nderuar hoxh, kam një hall, të lutem shumë. Burri nuk e mban veten hiç, i vjen aromë rënd, nuk e mban fare higjienën personale. Aromë e keq i vjen nga goja, po kështu edhe nga teshat, rrobat. Është punëtor, është i mençur, punon shumë, sjell në familje, po kjo pjesa e higjienës mua po më shkatron jetën. Unë e këshilloj vazhdimisht, pa ai nuk ma merr parasysh hiç, dhe këtë gjë unë po e vuaj shumë. Hallë kjo botë, subhanallah. Subhanallah. Që Islami kësaj pjese i ka kushtuar shumë rëndësi, subhanallah. Islami pjesës higjienës personale i ka kushtuar shumë rëndësi. Abdesi, mizvaku, gusli, subhanallah. Vetë pejgamberi alayhis salam i kushton të rëndësi kësaj pjese. Vetë Islami e thot parfumosjen e kudizjon e tjera. Ka njerëz që se kanë heq akoma ignorancën. Për këtë arsye tregohet që Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu para se marrë në Medinë, ka qenë me nxënësit e vet, edhe ka ndalu diku atje dhe është larë, është pastruar, është parfumos, është krehur, pastaj është fut në Medinë. Dhe i ka thonë njëri për nxënësve të tij, i ka thonë o sahabi, o shoku i pejgamberit alayhis salam, pse e bëre këtë punë? Tha, nëse duam që gratë tona të jenë sa më të paraqitshme për ne, edhe ne duhet të jemi sa më të paraqitshëm për gratë tona. Kështu që është reciproke, nëse do që gruaja jote, domethënë, të jetë sa më e hishme dhe më paraqitshme si çdo mashkull, atëherë kështu duhet të jesh ti për gruan tate, për bashkëshorten tënde. Që me të vërtetë dikush mund të habitet, po ky është problem serioz vallaj. Ky është problem serioz. Madje në librat e fikut për gjëra interesante, flitet pikërisht për këtë temë kur qëllon gruaja e tillë. Kur qëllon gruaja pise. Në librat e fikut, në kitabin e talakut, përmendet si mesele. A lejohet burrit që ta ndajë nëse qëllon gruaja pise? Po kjo vlen edhe për palën tjetër. Kështu që pse duhet me e çu punën deri këtu? Subhanallah. E rëndësishme motër bëj sabër, këshilloje, fut prindrit në lojë, fut njerëzit në lojë. Ose hapi lavazh. Sa herë të vinë shtëpi, fute bojnë ai kështu në i gjokshi të bjerin ujë, të lahet. Ej, Zotin, alhamdulillah.